Mirëdita gjithëve, ishte kënaqësi të jemi sot bashkë me Ministrën e Detyrë të Ekonomisë, zonjën Artoni Zvanolli, dhe me menaxhmentin dhe bordin e Kekut, që të vizitojmë termocentralin Kosova A dhe termocentralin Kosova B në këtë ditë të fundit të vitit 2025 dhe kur presim festat e ndërrimit të motmoteve përkatësisht sonte, nesër dhe pas nesër. E pam vetë që janë duke funksionuar 3 njësi të termocentralit Kosova A, pra A3, A4 dhe A5, dhe 2 njësi të termocentralit Kosova B, B1 dhe B2. Tek termocentrali Kosova A, përdërisa A3 dhe A4 funksionin me kapacitet rreth 125 MW, përkatësisht fuqi 125 MW, secila prej tyre. A5 është rreth 140 MW. Pra gjithsej termocentrali Kosova A në këto momente që po flasim gjeneron bruto kapacitet gjithëmbarshëm rreth 390 MW, ndërka që kur shkuam në termocentralin Kosova B të stabiliment atje, pam që termocentrali Kosova B me njësinë e vetë B1 gjeneron kapacitet prej 259 MW parafërsisht, ndërka që ai me B2 282 MW. Të gjitha turbinat punonin me 3000 rrotullime në minutë për siguru frekuencën 50 Hz të rrymës alternative, dhe kjo do të thotë që kemi stabilitet të funksionimit dhe energji të qëndrueshme. Dëshiroj të falenderoj bordin, menaxhmentin dhe gjithë punëtorët e Kekut për punën e jashtëzakonshme që bëjnë dhe e cila është në shërbim të qytetarëve, por njëkohësisht edhe në shërbim të bizneseve, të industrisë e të prodhimtarisë tonë, por edhe të sigurisë përgjithshme të Republikës. I përgëzoj po ashtu për investimet e bëra deri më tani dhe zotohemi bashkë që në vijim do të kemi edhe modernizim të termocentralit Kosova B, por edhe rehabilitim të termocentralit Kosova A, me që rast do të kemi edhe kapacitetet të shtuara sa i përket gjenerimit të energjisë. U auruam gjithë punëtorëve vitin e ri 2026, me këtë rast u auroj edhe gjithë qytetarëve të Republikës vitin e ri 2026, dhe një si lloj porosi nga punëtorët, shpresojmë që në këtë natë të ndërrimit të motmoteve, kur po hymë në vitin 2026, teksa e presim vitin e ri në gjirin ton familjar, më shumë një koqirë të tregohen ata të cilët e kanë ngrohjen qendrore nga Termokosi, me qenë se teksa flasim ne 110 MW kapacitet Termokosi i merr prej termocentralit Kosova B. Pra është shumë e rëndësishme të theksohet sa shumë furnizohet ngrohja qendrore, ngrohja e kryeqytetit nga ky vend ku ndodhemi ne tani. Po ashtu u zotuam që do t'i bëjmë investimet me kohë në vitet 2026 dhe 2027, me që rast ka dhe afatet të përcaktuara, dhe bordi e drejtori e kanë shumë të qartë që gjërat të investohen dhe përmbyllen para afateve është në rregull, mirë po jo edhe pas tyre. I falenderoj për bashkëpunimin e drejtanishëm dhe gjithashtu zotohemi për përkrahjen e më të tjeshme të qeverisë së Republikës Kosovës për gjigandin ton energjetik, por do thosha edhe ekonomik. Gëzuar 2026.
Atëherë, në këtë përmbyllje të këtij viti, unë do të doja që të rikujtoj që si vjet Keku ka realizuar investimin më të madh në 40 vitet e fundit në KEK dhe në sektorin e energjisë, duke modernizuar turbinën në blokun B2 dhe duke bërë edhe investime të tjera në këtë blok, gjë që e ka rritur kapacitetin e kësaj njësie për 35 megawatt. Do me thënë, jemi në një fazë kur ato kontratat e negociuara më herët po fillojnë të japin rezultatet e tyre dhe në vitin e ardhshëm pritet që i njëjti investim të bëhet edhe në njësinë B1 së bashku me vendosjen e filterëve që do ta ulin ndotjen ndjeshëm veç për qytetarët e Republikës, veçanërisht të Prishtinës, Fushkosovës e Obiliqit. Unë i falenderoj të gjithë punëtorët e Kekut që punojnë pandalur për të gjeneruar sa më shumë energji elektrike dhe në këtë mënyrë për të ruajtur stabilitetin e furnizimit në vend. Dhe gjithashtu dua të cek që gjatë këtij viti një hap shumë i rëndësishëm nga Keku ka qenë fillimi i kontraktimit për rehabilitimin e thellë të njësisë A3 në vlerë 137 milion euro, ku parakualifikimi tashmë ka përfunduar dhe janë 3 konsorciume me përvojë që vazhdojnë në fazën e ardhshme dhe shpresojmë që brenda 6 muajsh të kemi kontratën e nënshkruar edhe për rehabilitimin e thellë të njësisë A3. Tash më ran mend që qenë ka në fakt edhe një e arritur si vjet që ja vlen të ceket. Projekti Solar for Kosovo që financohet pjesërisht prej Bashkimit Evropian precisht me grant të Bashkimit Evropian dhe që përmes të cilit do të ndërtohet parku solar prej 100 megawatt në KEK. Gjithashtu është në proces të prokurimit tashmë dhe gjatë vitit tjetër, apo kryeshef presim që të nënshkruhet kontrata dhe me njëherë pas asaj të fillojë ndërtimi. Do me thonë, me të gjitha këto investime që po bëhen, presim që në fund të mandatit të ardhshëm 4 vjeçar, Keku të ketë 350 megawatt kapacitete shtesë, 250 nga termocentralet ekzistuese, shtesë dhe 100 të tjera solare që është një hap jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe investimet më të mëdha që janë bërë në sektorin e energjisë dhe njëherë po e cek që më se 40 vjet kur është ndërtuar në termocentrali Kosova B. Në fund, kryeministri e përmendi që Keku aktualisht është duke operuar me 5 bloqe, pra 2 të B-s dhe 3 të A-s njëkohësisht. Me këtë rast dua t'ju falenderoj për këtë dhe t'ju rikujtoj juve dhe publikut që përgjatë gjithë periudhës së pas luftës, vetëm 53 ditë Keku ka operuar me 5 njësi njëkohësisht. Si vjet po bëhet kjo, para 3 viteve gjithashtu është bërë për një periudhë 19 ditë më duket. Tashmë janë bërë 12 ditë prej 19 dhjetorit që Keku është duke operuar me 5 njësi dhe ne besojmë, shpresojmë dhe llogarisim në ju që ta vazhdoni këtë operim me 5 njësi sa më gjatë jeshte mundësisht deri në fund të shkurtit. Standardet pritjet po i qesim të larta, me qëllim, por kjo është shumë e rëndësishme për sektorin dhe me këtë rast faleminderit edhe një herë për gjithë punën e palodhur që e bëni të gjithëve. Atëherë unë falenderova kryeministrin dhe ministrën për prezencën e tyre, i njoftuam shkurtimisht rreth projekteve strategjike që kanë filluar të realizohen dhe do të realizohen. Kemi në vitin 2025 deri në vitin 2027 projekte në vlerë mbi 500 milion euro që do të investohen në KEK. Disa prej tyre janë përfunduar, në B2 është përfunduar modernizimi i njësisë B2. Vitin e ardhshëm do të fillojë instalimi i elektrofiltrave në njësinë B1 dhe modernizimi i turbinës së saj. Gjithashtu kemi edhe projektin e A3-shit, një projekt 137 milion euro me mjete vetanake nga Keku. Sidomos edhe kemi arritjen tjetër që faza para kualifikimit për parkun solar është hapur me 8 dhjetor. Interesimi është jashtëzakonshëm dhe shpresojmë të kemi konsorciume apo kompani serioze që do ta implementojnë këtë projekt. Vetëm nga këto 3 projekte, modernizimi B1, B2 dhe A3, Keku do të shtojë mbi 130 MWh. Shtuar këtu edhe parkun solar që shpresojmë që në fillim vitit 2028 të gjenerojë megawatet e saj të parë pa djegje të ngjillit, ne do të kemi mbi 230 MW
orë shtesë kapacitet energji elektrike të prodhuar nga keku. Për më tepër është mundësia edhe dyfishimit të kapacitetit të energjisë termike nga 140 në 280 MW dhe gjithashtu është mundësia që nga riabilitimi i njësisë A3 të funksionalizohet edhe opsioni i ngrohjes termike për komunat në rrethin siç është Fushë Kosova dhe komuna e Obiliqit. Pra keku është duke punuar sot me 5 njësi gjeneruese. Në periudhën janar-nëntor kemi realizuar 94% të prodhimit, kurse nga 19 dhjetor jemi duke punuar me 5 njësi, që do të thotë që do të realizohet edhe më shumë ky plan i prodhimit, gjithmonë duke pas parasysh kapacitetet dhe teknologjia e vjetër që ka punuar deri më tani keku dhe duke e falendëruar më së shumti punëtorëve tanë, të cilët punojnë me zell dhe me gjitha të punë të palotshme për të mundësuar që festat e fundvitit të presim me dritë dhe pa krizë energjetike. Përshëndetje, faleminderit Kryeministrit dhe Ministreshës, por edhe menaxhmentit të kekut për kontributin e vazhdueshëm që kanë jep një falënderim të veçantë për të gjithë punëtorët që sigurojnë që vazhdimisht kemi prodhim të energjisë elektrike, mbi gjitha përveç projekteve madhore që u përmendën, që po besoj s'ka nevojë të ripërsëris, jemi në një periudhë transformimi, tranzicioni dhe kërkojmë që qytetarët të jenë të informuar për këto projekte madhore që do të na sigurojnë një stabilitet energjetik për vitet që do të vinë. Janë projekte të domosdoshme dhe është ka bëhet një punë e mirë e këtë punë të mirë e mundsojnë punonësit e Korporatës Energjetike të Kosovës, që ne jemi falënderues, por vazhdimisht edhe për kraja nga qeveria e ndihmon që këtë tranzicion të kaloj në formën më të mirë të mundshme. Faleminderit. Autonomiti nga kallzo.com, kam disa pyetje pak për rrugën e Kurti, por fillimisht u përmend